E njihni këtë gjethe, përdoreni në këtë mënyrë dhe do shëroni këto 3 probleme. Sherebela nuk është vetëm një barishte e thjeshtë. Sipas studimeve të fundit, ajo jep një kontribut shumë të mirë edhe në kujtesën e fortë, në përmirësimin e shëndetit të trurit. Gjithashtu ndihmon në rritjen e performancës së kujtesës dhe gjithashtu në përmirësimin e humorit tuaj. Përveç asaj, acidi rozmarik është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në neutralizimin e radikaleve të dëmshme në trup dhe ky acid mbron qelizat e trurit nga stresi oksidativ. Sherebela mund të përdoret si shërues i shëndetit tuaj. Ajo mund të përdoret në gatime si shërues për të përmirësuar imunitetin dhe për të rritur vlerat e trupit. Përfshirja e sherebelës në gatime të tilla si supa, sallata ose perime të ndryshme dhe tek mishi do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë vlerat e pasura të saj. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë